Sipas të dhënave të Eurostat, Shqipëria u rendit në vitin 2024 ndër 10 vendet e para në Europë për numrin e vrasjeve me dashje në raport me popullsinë. Në total, u regjistruan 41 raste, ose 1,71 vrasje për 100.000 banor, duke e vendosur vendin në vendin e 8. Rritja krahasuar me një vit më parë lidhet si me shtimin e rasteve nga 35 në 41, ashtu edhe me uljen e popullsisë sipas censit të ri. Në nivel europian, gjatë vitit 2024 u regjistruan rreth 3.953 vrasje me dashje, me një rritje të lehtë krahasuar me vitin 2023, por ende më poshtë se kulmi i viteve 2014-2015. Në përgjithësi, normat më të larta për 100.000 banor shfaqen në vendet baltike dhe disa vende të Ballkanit, të ndikuara nga faktorë social, ekonomik dhe historik, si pabarazit, konsumi i alkoolit dhe konfliktet ndërpersonale. Ndërsa vende si Finlanda dhe Islanda shfaqen në renditje për shkak të strukturës së rasteve dhe popullsisë së vogël, në fund të listës qëndrojnë shtete si Italia dhe Hollanda, me norma shumë më të ulta. Këto dallime lidhen kryesisht me forcën e institucioneve, kontrollin e armëve dhe sistemet sociale më të zhvilluara, që ndihmojnë në parandalimin e dhunës.